Kanali Siavit, i cili është një nga shkaktarët kryesorë të përmbytjes së qytetit për shkak të bllokimit, duket se do të jetë një zgjidhje përfundimtare. Një grup pune i ngritur nga ana e Bashkisë së Vlorës po merret me identifikimin, por edhe me azhonimin e zonës përmes së cilës kalon edhe kanali Siavit. Burime të sigurta brenda Bashkisë së Vlorës bën me dije se po verifikohen së bashku me drejtorin e kadastrës apo me sektorin e legalizimeve objekte të cilat shtrihen mbi këtë kanal apo në kolektore dhe ato të cilat janë skualifikuar nga procesi i legalizimit në mënyrë që të shëmben. Gjithashtu, po të njëjtat burime nga Bashkia e Vlorës bën me dije se kanali Siavit do të jetë tërësisht ndryshe, ku në të dy anët e kanalit do të ketë pemë, ndërkohë që brenda do të jetë ujë i qarkullueshëm dhe i rrjedhshëm. Rreth 50 objekte janë parashikuar për prishje në kuadër të projektit të rikualifikimit të zonës pranë kanalit të Siavit në Vlorë. Grupi punës i përbërë nga specialistë të bashkisë dhe inspektorë të IKMT-s ka nisur prej ditësh inspektimet në terren për të evidentuar ndërtimet pa leje ose ato që janë ngritur mbi kanal dhe kolektor. Sipas të dhënave, procesi i identifikimit është ende në vijim dhe numri i objekteve që do të shemben mund të rritet. Ky hap është thelbësor për të çuar përpara projektin e transformimit urban që synon jo vetëm pastrimin e kanalit, por dhe shndrimin e tij në një hapësirë publike me gjelbrim, ambiente shlose dhe rrjedh të kontrolluar të ujrave. Prej vitesh kanali Siavit është konsideruar një nga pikat më problematike për përmbytjet në qytet dhe projekti në fjalë synon të zgjidh përfundimisht të shqetësim kronik. Autoritetet lokale bëjnë me dije se puna në terren do të vijojë intensivisht në ditët në vijim, ndërsa zbatimi i projektit pritet të nisë menjëherë pas përfundimit të fazës së evidentimit dhe prishjes së objekteve.